Ndryshe. Influencer, gazetari, prezantim. Tani këto influencer edhe çfarë ishte tjetër? Presion. Blogere, influencer, nuk është profili bonus, domethënë, edhe nuk ka qenë asnjëherë të jem një influencer. Po si do të jesh prezantuese spektaklesh apo për shembull prezantuese emisionesh politike si Grida Duma? Ajo është një dashuri. Grida Duma është ajo. Kush është Grida më ti çfarë do bësh ti? Grida Duma është one and only në Shqipëri. Nuk ka të dytë, domethënë. Absolutisht është. Dëgjoj, me që kemi përgjigja ime, po ju i keni shumë shpejt apo? Po radio. Ka kishte 100 ditë kohë bona pa diskutim në televizion dhe pa diskutim në atë çka unë ditë bëj më së miri dhe e dashuroj profesionin që un kam. Televizion. Xhiban, meqë se s'kemi kohë se ne ka ardhur dhe Mato. Mato Lale. Ju nuk keni kohë se ka marrë dhun mat, jo se ka ardhur mat. Jo. Si kë. Jo se ka ardhur ti, po s'kemi orar. Kanë nxjerr këngën e re? Sot ka dalë kënga e re. Po. Jote, me gjithë videoklip, ë? Po doli. Tani unë kam pyetur parë, pastaj na tregon për këngën. Për kë ke këngë? Për Valbonën, për Danjën apo për kë ke? E kam për Top Albania Radio. Top Albania Radio? Ja përkursoj këngë dashurie për Top Albania Radio. Dronën duket. Ska një vajzë që ka frymëzuar për të këngë? Jo, e ka inspiruar Top Albania Radio. Te ka inspiruar. Është dashuria për Top Albania Radio që më ka inspiruar shkruaj këtë këngë. Mos ka një vajzë nga Top Albania Radio që të ka inspiruar? Që është ftuar sot? Që se si dihet. Nuk e ti e the, unë s'ash gjë. Unë thash, unë do ta them gjithmonë. Që nga për ty Bona. Xhibo. Se çka një shkëlqim në çaj edhe ti pa një shkëlqim tjetër Bona. Dëgjoj, unë nuk e. Ishte shumë interesante lidhesh si dy për shembull. Nuk e moj faktin që ti e the, unë s'ash gjë. Nuk e moj faktin që Xhibani ka qenë një ndër Goma të për krasë ty dëgjoj. E kam dashur shumë dhe më kam mbrojtur shumë në atë shtëpi edhe pse jemi zënë shumë edhe që ditën e parë një zë pse më shef ke dushi. Fjalën e fundit të parë. Nëse Xhibani ka bërë këngë për ty, do të pëlqente kjo gjë? Nëse Xhibani ka bërë këngë për mua, po unë tani u mësova me këngë. Në qoftë se kënga është për ty, do bëj xhelos lajërti kur ta marri vesh? A do bësh do bëhet Laerti xheloz. A kupton? Do bëhet. Laerti ekziston më? Sa ka po! Xhibani! Do thoshte Valbona. Ka ndonjë shans se ti dhe Laerti kur mbarojë e gjitha të dilni si dy njerëz që do flisni shtruar, ulur, pa. Ja për jetë Xhibani për këtë. Edhe të lidheni me njëri tjetrin. Jo, nuk ka asgjë që justifikon atë çka Laerti i bëri Bonës. Pra, Bonën e preu në bes. Janë këto jo çuditëra, po dëgjoj që thonë, po duhet dilni të lojtar të vetëm ju. Po dakord, edhe unë nuk kam pasur kur nevojë. As Laerti nga ana tjetër që të ishim double edhe të kishim të ishim lojtar dy një. Kjo thotë atë momenti që ai duhet thoshte, jo, unë nuk dua të dal kokë me atë këtë nuk pranon kjo. Ose Laerti duhet të vinte dhe thoshte, Ledion, një minutë. Dua që Bonën ta marr këtu. Edhe dua që unë të them që jo ta diskutoj. Duhet të thotë, unë kam bërë këtë zgjedhje Bon, dhe ti duhet më mirë kuptosh se të më jep në dy arsye. Dhe absolutisht unë do i shtrëngoja dorën dhe thoja, jam shumë dakord. Sepse për mua nuk ishte vlerë fakti që a do fitoja unë ato 100 euro apo do bësh Nami. Apo absolutisht unë kam shkuar në shtëpinë e Big Brotherit për të fituar, kam qenë një ndër lojtarët më të forta aty brenda. Nuk e di nëse ju pajtoheni me tjetrin mendim me mua, po unë mendoj që duhet isha në finale, por absolutisht që nominimi kong me Laertin, dikush duhet rinte, dikush duhet dilte. Kështu që ta hoqi këtë shans. Pyetje 9 dhe 10. Po, dy kanë ngel. Na erdhi Xhibo. Po Xhibo bëhet gati klipi ta transmetojmë pak klipin. Dëgjoj, Valbona, do të klipin e Xhibos? Ja ta transmetojmë pak, e kemi ekskluzive ne të parë. Dhe do përgatitim për një pyetje. Po. Po supozojmë që ti s'ke qenë Big Brother, je një shikuese e Big Brotherit e zjarrt. Po. Dhe të dalin përpara 4 emra. Po. Aldo, Laerti, Jozi dhe Xhibani. Këto zgjidhje. Po. Unë e di përgjigjen.
Atë nëse di na thuaj. Edhe një po një sekond. Po o Xhiban, po mos folë burrë, ishte pyetja për mua. Ishte për po. Edhe një bëj edhe një pyetje. Nëse ti nuk do doje, nuk do ishe në Big Brother si lojtar. Do ishe nga jashtë. Po do ishe nga jashtë, ishe një fan e Big Brotherit. Dhe nga këta djem që të thash Aldon, Laerti, Jozi dhe Xhibani. Xhibani! Dhe për ta mbyllur intervistën me Bonën, para se të shkojmë te klipi i Xhibos, ti e di që ata kanë votuar njëri tjetrin për të shkuar në finale, kanë thënë 4 emra përfshi dhe veten. Emrat që shkojnë në finale sipas banorëve të këtij Big Brother janë Rozana me 9 vota, Gjesti me 9 vota, Gerta, Egli, Laerti, Gerta me 7, 5 Egli dhe 4 vota Laerti. Pra Rozana, Gjesti, Gerta, Egli dhe Laerti. Për të 5 këta duam një. Laerti është Laerti, po Rozana çfarë është? Jo, me thënë drejtën, Laerti është bespreri. Laerti është bespreri. Rozana është Dinaka. Gjesi është The King. Gerta është? Nuk e njoftë. Egli është? Gerta është e panjora, Egli është? Shtriga, jo. Jo, okay, mund të lëm nuk e di. Egli thuaj gjeje. Zvaranike. Sepse ka ecur zvar për ta litur deri aty ku është. Xhiban, po ti keni për këto Laerti është Laerti? Laerti është Laerti. Bespreri është brenda tek Laerti. Rozana është motra e madhe e banorëve. Gjesti është zemër, shpirt. Bravo. Gerta? Pa, zguxoj para Valbonës. Jo, them, nuk është Valbona. Nuk është Valbona, më s'ke. Se qeni mirë se zemër kemi. Gerta është edhe ajo një motër e madhe. Egli? Egli është goce keqe. Valbona? Valbona është dinamika e shtëpisë. Dashuria jote e madhe. Dinamika edhe dashuria. Valbona është Valbona. Valbona. Ne kështu mbyllet kjo intervistë. Para se të largohemi se në pjesën e dytë do jemi me ne do ikim, nuk do jemi më këtu. Do ikni tash. Na përcut ka shpejt. Do doni po butiki Xhipo mund të rrisë çerekore me maton. Ti. Apo iku. Po tri Xhipo për jashtë. Tani, ja, faleminderit. Tani, përpara se të largoha, më qenë se na nuk e dim se kush do dalë sonte etj, po doja të pyesja në fakt edhe për këtë. Domethënë, ajo është pritur Kelly po e po një. Ledioni sa ka 1, 2 ose 3 dalje. 2 do dalin, nuk do të dalin. Po dolën 3 del Kelly, Aldo, i treti problem. Jozi? Ja, besoj se del Jozi sot, absolutisht jo. Jozi jo sot. Jozi jo. Loredana? Jo, nuk e meriton Loredana dalin. Është se Egli ose Loredana ose Danja për dalë. Nga goca thoni juve. Aldo, Kelly, Danja. Nëse dalin 3, nëse dalin 2, Aldo. Çfarë kishte për thënë që the po, për të gjithë ata të cilët realisht kanë ndjekur Big Brother VIP Albania dhe na kanë parë dhe ne, etj, meqense unë dhe Xhibani nuk jemi brenda asaj shtëpie, forca Jozi edhe pres me fitore të madhe Kingun e asaj shtëpie, Gjesi. Shika. Gjesi duhet të fitojë Big Brother VIP Albania. Kjo ishte Valbona dhe ky është Xhibani. Klipin e Xhibanit edhe shumë suksese zemra. Shumë